Në Tiranë, parlamenti debatoi sot përsëri me tonet ashpra për mungesën e kompromisit në reformat e nevojshme evropiane. Opozita kërkoi transparencën e zgjedhjeve të kaluara si një parakusht për të bashkëpunuar në reformat. Qeveria tha se ishte e gatshme për çdo hetim të zgjedhjeve të kaluara, ndërkohë që po përgatiten zgjedhjet e reja. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Kryeministri Sali Berisha ftoi sot përsëri opozitën socialiste për reforma evropiane në frymën e raportit të progresit të Komisionit Evropian. Ai bëri këto komente në parlament ku opozita socialiste kërkoi me këmbgulje hetim të hollësishëm të zgjedhjeve të verës së vitit 2009. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramos Ruçi tha se opozita ishte e gatshme të bashkëpunonte në çdo reformë pasi të nisnin hetimet për zgjedhjet e kaluara parlamentare. Ne nuk të besojmë ty, Zoti Kryeministër, për zgjedhje të lira dhe demokratike. Duam garanci të plot që fillon nga hetimi i zgjedhjeve. Ndërsa kryeministri Sali Berisha tha se zgjedhjet e kaluara u vlerësuan si të lira dhe të ndeshme nga mira vëzhgues të OSBE-s dhe të organizatave jo qeveritare vendase. Megjithatë, theksoi ai, shumica parlamentare ishte e gatshme për çdo hetim i zgjedhjet dhe se pranonte çdo ndryshim rezultati i cili do të vendosej nga sistemi gjyqësor i vendit. Zonja e zotëri, korrupsioni është një keqje e madhe e cila nuk mund të shënjoset, por betejë me te do vazhdojë në mënyrën më të vendosur dhe sukseset tjera të mëdha do të arrihen. Unë ju garantoj se 11 maj do të jetë fundi 20%-shve. 11 maj fundi 20%-shve. Situata e tensionuar politike ka vënë në vështirësi parlamentin dhe institucionet të tjera shtetërore të Shqipërisë. Parlamenti Evropian dhe Bashkimi Evropian u kanë bërë thirrje partive shqiptare për bashkëpunim dhe kompromis për reforma zhvilluese në dobi të vendit. Një tryezë shumë partijake nisi punën për reformën zgjedhore javën e kaluar, por ndërsa ende nuk ka kompromis për transparencën e zgjedhjeve të një viti më parë, po skadojnë ndërkohë afatet e përmirësimit të ligjit për zgjedhjet vendore të 8 maj të ardhshëm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.